Kërkesat e shpallura i kanë vënë protestës vulën e legalizimit të saj, institucionalizmin që shumë e kishin me merak. Ato tregojnë tashmë se protesta ka identifikuar objektiva, po artikulon një vizion, ka përcaktuar fusha konkrete ndryshimi. Megjithatë, duhet edhe një hap më tej për ta plotësuar këtë puzzle, pa droje, pa frikën e anatemimit, sikurse deri tani protesta duhet të krijojë mekanizma përfaqësimi, struktura organizative harmonizuar me procedura vendimarrja. Bashkë me një strategji afat shkurtër ose afat gjatë, e formaton protestën në linja imponimi. E gjitha duket më shumë një platformë politike sesa diçka institucionale, që ka pak gjasa të refuzohet. Megjithatë ka edhe një element interesant që shfaqet edhe pa lexuar mes rreshtave. Kërkesat përfshin njëkohësisht largimin e pushtetit aktual, krijimin e një qeverie tranzitore pa figura politike, reformimin e sistemit si dhe ndryshimin me rrënjë të marrëdhënies shtet-qytetar. Kjo do të thotë se protesta nuk po kërkon vetëm ndryshim qeveria.